Mirdita. Sot do të bëj kulur me susami, ose simite me susami. Është e njëjta gjë, dalin shumë të mira, dalin të shkrifura, dalin të mira, dhe nuk do punë shumë. Këtu kam hedhë mielin, tek mieli shtoj pak krip, sa kapin majat e gishtave. Ju hedhe pak sheqer. I përzeti gjitha bashk. Dhe këtu hap një grop të vogël, hedh majan. Këtu kam ujin e vakët. E shtoj ujtin pak e pak. Shtoj dhe pak vaj ulliri. Dhe punoj me dorë. Hedh pak miell në tavolinë. Edhe punoj miellin me dorë. Nuk do shumë punuar. I shtoj edhe pak miell prap. Nuk duhet brumi shumë i fort, as i holl, se lëshohet kur vjen. Hedh pak vaj këtu. E mbuloj brumin dhe lë që të vijë. Mbas një gjysmore do të shohim.
E mbuloj me pecet dhe presim që të vijë. Drumi për kuluret, simitet është fryrë, është dyfishuar, dhe tash do fillojmë të bëjmë kuluret. Lag vetëm pak me atë gishte me vaj. Kuluri që të bëhet është do 65 me 70 gram i bëj unë, i bëj të vogla, peshoj vetëm të para, nuk i peshoj deri në 2, edhe pastaj nuk i peshoj të tjerat, i bëj me hamendje. Kjo është një qikë shumë se është gati 80 ca gram. Ky është fiks 70 gram. Këtu kam 2 lugë mjalt, edhe i holloj me ujë, mund të hini edhe sheqer, që t'i holloni me ujë. E shkrin sheqerin mire dhe pastaja e përdor. Dalin shumë pak tambla, nuk dalin tambla shumë. Edhe po të hidhni sheqer, sheqeri do shkrihet sheqeri. Dhe me sheqeri kam bërë, nuk është e thënë me mjalt. Ca i bën me mjalt, ca me sheqer, pak rëndësi ka. Tash i hap kulurin, i simite, thoni qarë si ti doni, e njëjta gjë është. Bëj lidhjen e kulurit që të mos na hapet këtu në fund. Dhe e hap kështu me dorë, e fut në mjalt, në lëngun, këtu, dhe këtu e fut e susami. Te susami do mbulohet me susam. Dhe kështu e vën tepsi. Siç kam vënë të parën, vazhdoj dhe me të dytën. Këtu kam pak ujë, se na bënë gishtat me susam, i fshi dhe filloj me brumin tjetër. E peshoj dhe këtë të dytën. Ishte edhe pak, që të vete 70 gramshi. E fut mjalt, edhe e mbuloj me susam. Bëra 3 kulure me susam, tash do filloj një qik me rrush të thatë. Mi kërkojini duan edhe me rrush të thatë, sa me rrush të thatë, sa pa rrush, dhe unë nga plotësoj të gjithve. Dhe këtu, pak brum, e hap kështu në mes, dhe hedh pak rrush të thatë. Nuk hedh shumë, pak rrush të thatë. Shtoj dhe një dy pak.
punoj që t'i fullet roshi thatë gjithandeja. Këto kulure në Greqi bëjën shumë, i bëjnë gjitha furrat e bukës pothuajse, dhe gjitha furrat e bukëve kanë dhe kafe. Edhe ku shkon për punë, si shifsha fëmijët e mi, marrin një kulur dhe një kafe në rrugë, edhe kanë si mëngjes para se të vend fillojnë punën. Po këto i kanë bërë edhe për fëmijët për shkollë. Një po e fut me rusht të thatë, që shikoni se i bëj edhe me rusht të thatë. Dalin jashtëzakonisht të mira, nuk dalin të ëmbla, dalin shumë pak të ëmbla. Në vend të mjaltit hidhni sheqer. E hap kulurin sa mundem, e fut tek mjalti dhe këtë, të ujti, edhe susam do shumë. Ki që të ngelet në pjatë e pastaj e përdoreni prapë. Një tepsi 4 kulure merr. Nuk mund t'i afrosh më afër. Uri është i nxehtë, 200 gradë, për 15 minuta, 2-13 minuta edhe nga furri sotës, 200 gradë është. I lënë të piqen. Kuluret mbas 15 minutave janë gati. Këto janë kuluret me susami, dalin shumë të mira. Këto janë kuluret ose simitet me susami. Ju falenderoj për shikimin, ju uroj një ditë të mbarë. Shëndet e lumturi.